Jennifer Lopez mund të mbante një koncert në Tiranë, por planet janë pezulluar pasi këngëtarja me famë botërore ka kërkuar 2 milion euro garanci, të cilat qeveria ka refuzuar t'i japë. Por Jennifer Lopez, jo, e kemi refuzuar për momentin se kërkonte 2 milion euro garanci nëse do ketë protesta. Dhe e kemi refuzuar se nuk e hapim dot garanci. Kjo është kosto e destabilizimit të vendit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha zbuloi për herë të parë diskutimet dhe arsyeën e dështimit të mundësisë për të sjellë në Shqipëri yllin e muzikës pop gjatë një debati në Komisionin e Turizmit për vendimin e qeverisë për të mbështetur me 4.3 milion euro koncertin e Kanye West. Për ata që duan Xhelon në Tiranë, ta dinë që nuk ja kemi ofruar dot të garancit, sepse na është dukur. Ta përderisa këtyre ju jepen lekët kështu, po shkojnë dhe unë po bëj ofertën time. Se keni bë këtu si tregtzi, e kupton? Ministri mbrojti aktin normativ, duke argumentuar se ndërhyrja ishte e domosdoshme për të mos rrezikuar anullimin e koncertit, i cili sipas tij ka sjellë përfitime për ekonominë dhe imazhin e Shqipërisë. Pikimi direkt që ka dhënë eventi Kanye West në kryeqytet është 35 milion euro më së paku. Por përfaqësuesit e opozitës e cilësuan ndërhyrjen e qeverisë me akt normativ antikushtetuese, ndaj edhe e kanë kallëzuar vendimin në SPAK. Pas keni humbur pak lidhjen me realitetin dhe me atë që kërkojnë shqiptarët. Për aktin normativ për koncertin e Kanye West u diskutua mes debatesh edhe në Komisionin e Ligjeve, ndërsa pritet të miratohet në kuvend në seancën e 23 korrikut.